Prandaj kosovarët duhet ishin më të kujdesshëm. Mirë, meqense e kaluam pak tek ditët e sotme. Kurti vetë, a është ai faktori që po izolon Kosovën si nga Bashkimi Evropian, paktë nuk është se kemi parë ndonjë përparim apo njohje të tjera, ashtu edhe nga marrëdhëniet me SBA-n? Qeverit para këtij, dhe ky natyrisht mban përgjegjësi kryeministri i sotshëm, natyrisht duhet i pranojë të gjitha marrëveshjet që janë bërë edhe nga qeveritë të tjera. Se mendohet që qeveritë përfaqëson shtetin e Kosovës, nuk janë qeveri e këtij kryeministri ose atij kryeministri. Janë qeveritë e Republikës Kosovës dhe kanë bërë ca marrëveshje. Dhe është pranuar asociacioni i komunave serbe. Komunave serbe. Ndërkohë që situata ka ndryshuar. Ky ka pasur në politikën e partisë së tij, nuk është se ai ka lëviz nga pozicioni vet, prandaj dhe fitoi praktikisht. Ai njifte popullin kosovar që duket mburri e madhe që ne vendosim vetë, nuk presim të na zgjidhin problemet tona, domethënë. Ndërkombëtare, është një budallëk. Serbi, atë Kosovën nuk mund të eci vetëm. Nuk e shtriroi kurti, e shtrirun amerikanët. Dhe ata janë mbështetja kryesore për ekzistencën akoma. Unë mbaj mend po them se kur qeveria e Kosovës bleu 2 dron Bayraktar që mbahen si dron të mirë në Turqi. Dhe i sollën Turqi 2 dronët në Kosovë. Vajti kryeministri i sotshëm bashkë me ministrin e mbrojtjes asaj kohe, sa ai s'është më ministri i mbrojtjes, i pan ato për t'i parë dhe kryeministri vuri dorën me njërin prej tyre dhe tha që sot Kosova bëri, filloi të ndërtojë aviacionin e vet. Dronët janë dronë ushtarak. Mbas 20 minutash, jo më larg, doli komandanti i KFOR-it. Ishte general italian në atë kohë, se ka 2 vjet kjo histori. Doli dhe tha, ato dronë nuk do ngrihen, tha asnjëherë se hapësirën ajrore të Kosovës e kemi ne. Dhe duhet marrin leje ke neve. Ne, për veprime ushtarake nuk i lejojmë ata. Të bëjnë ai punë tjetër, ta shohim. Domethënë, çfarë tregon kjo? Që Kosova akoma nuk është një shtet i mirë fillt që hiqet për vetë vendosje. Përpara duhet zgjidh sa probleme të tjera, dhe nuk duhet bjerë në asnjë mënyrë në kundërshtim me opinionet e aleatëve kryesor të saj. Të gjithë e thonë, edhe kryeministri Kurti tha që jo, ne i shkojmë mirë me u detyru departamenti i shtetit para 2 ditësh ta përgjigjënshtroi këtë ide. Që Kosova ka marrëdhënie shumë të mira me Shtetet e Bashkuara. Nuk janë ato marrëdhënie që kanë qenë. E qartë. Mirë, nëse i kthehemi dhe njëherë gjyqit të Hagës që zhvillohet dhe që praktikisht deri kur mund vazhdoj kjo sag me dëshmit në Hagë? Dhe mendon që mund të dënohen? Që Hashim Thaçi ka kërkuar 12 dëshmitar të mbrojtjes. Kadriu ka kërkuar 2, më duket. 2 të tjerët nuk kanë kërkuar. Fara ata deklarojnë jemi të pafajshëm. Që na duhen bashkëpunëtorët. Në vërtet, atë bashkëpunëtorët e mbrojtjes janë për të gjithë këta njëkohësisht, se ata po flasin gjërat përgjithshme. QÇK-ja nuk ka qenë një ushtri, si gjitha ushtrit, është një ushtri partizane, kështu që piramida e kontrollit nuk ishte aq i sigurt, kur të mbedi gjëra të përgjithshme që tregojnë që, në qoftë se ka ndodhur krime, kapni ata që kanë bërë krimet, jo këta që se akuzash. Si kur janë titullarët dhe të mbajnë përgjegjësinë. Se s'morën masa që këto gjëra mos ndodhin, se kjo është ideja. Qa kishin dorë për të marrë masa?